Kryeministri kanadez Mark Carney do të vizitojë Kinën nga 13 deri më 17 janar në përpjekje për të forcuar marrëdhëniet tregtare dhe diplomatike, duke u larguar gradualisht nga varësia e tepërt ndaj tregut amerikan. Kjo është vizita e parë zyrtare e një kryeministri kanadez në Kinë në mbi 8 vjet. Sipas Statistics Canada, niveli i papunësisë u rrit në 6.8% në dhjetor, edhe pse sektori i kujdesit shëndetësor dhe ndihmës sociale shtoi vendet e punës. Kjo tregon ndryshime në tregun e punës përfundimtar të vitit 2025. Kanadaja do të pres Championshipin e botror të hokejit U18 për femra në Cape Breton Island, Nova Scotia, i cili nis më 10 janar. Ky është edicioni i 18 i këtij kompeticioni ndërkombëtar dhe përfaqëson një ngjarje të rëndësishme sportive për vendin. Kryeministri Edi Rama drejtoi mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, nga ku tregoi dëmet paraprake të evidentuar në terren si pasojë e përmbytjeve. Sikurse në përmbytjet e shkuara, kryeministri u angazhua në kompensimin e të gjithë të prekurve nga kjo situatë. Kërkesës të opozitës për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, kryeministri Edi Rama u tha se njerëzit nuk kanë nevojë për shumë britma, shpifje dhe teori konspiracioni, por për më shumë solidaritet, mbështetje dhe bashkim forcash, e queti opozitën si aleatën e shiut. Petrit Malaj, ministri i Financave, i tha Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile se qeveria ka në dispozicion një fond prej 50 milion eurosh për ndërhyrjen e nevojshme emergjente dhe për fazën tjetër të dëmshpërblimeve. 75 banesa brenda dhe jashtë argjinaturës janë në mbushtetin e ujit në fshatin Ferras, ndërsa në total banesat e prekura në të gjithë qarkun e Fierit janë 159. Mes ujit e Baltës, banorët në Ferras rrëfejnë momentin e vëshimit të ujit, situatë që i ka gjetur tërësisht të papërgatitur. Edhe pse uji po tërhiqet nga rrugët dhe banesat, situata nga përmbytjet në Durrës vijon të mbetet problematike për qindra familje. Një nga zonat më të prekura mbetet Durrësi i Ri, i Shkëneta, ku uji ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Banorët e kësaj zone ndjehen të braktisur në këtë situatë të përsëritur. Më kap në ujë. Më ushqime me tëra, s'kemi pas mundësi me lëviz asë një gjë. Hajde tu. O do. Shqete ku ka ujti. Kështë varë në ujti të ja. Ndërkohë, strukturat e emergjencave raportojnë se grupet e punës janë në terren për verifikimet dhe vlerësimet në banesat e përmbytura, ku deri më tani janë konstatuar mbi 2380 banesa të prekura nga uji. Në Durrës janë 356 persona të evakuuar. Në Suks, situata paraqitet disi më e lehtësuar. Në zonën e Vadardës, uji ka nisur të tërhiqet. Në këtë zonë janë evakuuar 322 persona. Në njësinë administrative Katundi Ri, situata vijon të jetë më e vështirë. Lumi Arzen ka dalë nga shtrati në zonën e Jubës, ndërsa niveli i ujit po rritet dhe janë evakuuar 73 persona të tjerë. Rreshjet e shiut dhe borës kanë krijuar problematika në disa zona të qarkut të Korçës, ndërsa strukturat përgjegjëse vijojnë ndërhyrjet në terren. Si pasojë e rreshjeve të shiut, argjinatura e lumit Devol vijon të jetë të qarë, duke përmbytur rreth 3600 hektar tokë bujqësore në fushën e Maliqit. Po ashtu, në disa fshatra të kësaj bashkie, raportohen rrëshqitje dherash, dëmtime rrugësh, probleme me furnizimin me ujë dhe shkatrimi një ure, ndërsa qarkullimi në disa segmente mbetet i vështirë. Në bashkim Pogradec, rruga e Dardasit vijon të jetë problematike, ndërsa një banesë është dëmtuar nga rrëshqitja e dheu dhe është shpallur e pabanueshme. Ndërkohë rreshjet e borës dhe temperaturat e ulta kanë sjellë ngrica në akset malore. ARSH ka njoftuar se gjatë natës është kryer kriposje në rrugët kryesore, ndërsa qarkullimi lejohet vetëm me goma dimrore dhe zinxhir. Aksi Qafploc-Çukës vijon të jetë i bllokuar.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur procesin e numërimit të votave për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Grupi i fundit i votave që u numëruan ishin ato me postë, numërimi të cilave përfundoi orët e para të së premtes. KSZ thotë se është e gatshme të shpallë rezultatet nëse nuk ka ankesa. Me përfundimin e numërimit të këtyre flet votimeve, KSZ është e gatshme për shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme të mbajtura më 28 dhjetor, por sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, palët mund të parashtrojnë ndonjë ankesë në PZAP lidhur me administrimin e numërimit në QNR brenda 48 orëve nga ndodhja e shkeljes së supozuar, thon nga KQZ. Deri më tani në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është vetëm një ankesë në shqyrtim. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar anulimin e mbi 20.000 votave me postë në arsyetimin se janë pranuar pas afatit. Sipas këtij rezultati, lëvizja vetëvendosje me 51.11% të votave ka siguruar 57 ulse në kuvendin e Kosovës. Pastaj renditet Partia Demokratike e Kosovës me 20.19% të votave ose 22 ulse. Lidhja Demokratike e Kosovës, që është partia që pati rënien më të madhe, mori 13.23% të votave ose 15 mandate dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mori 5.50% të votave ose 6 vende në parlament. 10 mandate janë të rezervuara për komunitetin serb, ku 9 i ka siguruar lista serbe dhe 1 Nena Drashić. 10 vende të tjera janë të garantuara për komunitetet pakicë të tjera. Zyrtarët e Minnesotës ankohen se FBI-a i ka bllokuar qasjen në hetimin për vrasjen e 37 vjeçares nga një agent i Shërbimit Amerikan të Migracionit dhe Doganeve ICE. Protestat të mëdha shpërthyen në Minneapolis dhe New York pas vdekjes së Renee Nicole Good, e cila ndroi jetë të mërkurën kur u qellua me armë zjarri brenda makinës së saj. Zyrtarët japin versione të ndryshme të incidentit. Administrata Trump pretendon se agenti i ICE veproi në vetmbrojtje, ndërsa autoritetet lokale insistojnë se gruaja nuk përbënte asnjë rrezik. Renee, një poete dhe nënë e 3 fëmijëve, kishte vetëm një vit që ishte zhvendosur në Minneapolis. Sipas BBC-s, në momentin e incidentit, ajo ndodhej aty si vëzhguese ligjore e aktiviteteve të Agjencisë e Migracionit dhe Doganave, por administrata Trump e përshkroi si një terroriste vendase që tentoi të shtypte me makinë efektive të cilët po kryenin detyrën e tyre. Në një kthes dramatike të ngjarjeve, Drew Evans, drejtori i Byros Shtetërore të Kapjes Penale në Minnesota, pohoi se zyra e prokurorit të SBA-s ka urdhëruar përjashtimin e hetuesve shtetëror. Hetimi tani do të drejtohet vetëm nga FBI-a, të tjerët nuk do të kenë qasje tek provat materiale të kësaj çështje apo intervistat e dëshmitarëve, u shpreh Evans, duke shtuar se ky vendim pengon një hetim të pavarur. Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem e mbrojti lëvizjen dhe deklaroi prerësi se autoritetet e Minnesotës nuk kanë asnjë jurisdiksion në këtë hetim. Komentet e saj sollën reagimin e ashpër të guvernatorit Tim Walz dhe prokurorit së qarkut Mary Moriarty, të cilët paralajmëruan se pa përfshirjen e shtetit do të jetë vështirë të besohet në një rezultat të drejtë dhe të pavarur. Donald Trump pohoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nisin sulme toksore kundër karteleve të drogës në Meksik, ndërsa paralajmëroi se i vetmi kufi ndaj fuqisë së tij globale është vetëm morali i tij. Kjo shpallje e një aksioni ushtarak kundër narkoterroristëve vjen vetëm pak ditë pas kapjes së liderit venezuelian Nicolas Maduro. Tani ne do të fillojmë me goditjet toksore ndaj karteleve. Janë kartelet ato që po e drejtojnë Meksikën. Është shumë e trisht të shohësh se çfarë i ka ndodhur atij vendi, u shpreh Trump për Fox News. Më herët shefi i Shtëpisë së Bardhë, që mburur me fuqitë e tij të mëdha në politikën e jashtme, kur u pyet mbi kufitë e saj se çfarë mund të bëjë ushtria amerikane në rajon. Është vetëm morali im, mendja ime. Kjo është e vetmja gjë që mund të më ndaloj, tha ai për New York Times. Donald Trump i ka sugjeruar se Groenlanda, Kuba dhe Kolumbia mund të jenë shënjestra të radhës në listën e tij të operacioneve amerikane, çka zemroi NATO-n dhe lider botror, duke nisur nga kryeministri britanik Keir Starmer e deri tek presidenti francez Emmanuel Macron. Trumpi dhe bashkëpunëtorët e tij kanë flirtuar që prej fushatës zgjedhore me idenë e pushtimit të Meksikës apo një sulmi ndaj karteleve të drogës atje. Ai ka akuzuar trafikantët e drogës nga Amerika Qendrore për vdekjen e 250.000 deri në 300.000 amerikanëve çdo vit, duke fajsuar këtu ndikimin e karteleve dhe trafikun e fentanilit. Me njëherë pas kapjes së Maduros, Trump e lëshoi një paralajmërim për Meksikën që të vinte rregull brenda kufive të saj,
por shtoi se fatkeqësisht kartelet atje janë shumë të forta.